Radio-televizioni shqiptar ka mbyllur së fundmi procedurën tenderuese me objekt blerje shërbimi mirëmbajtjes për rrjetin e shpërndarjes DVB-T2 me fond limit 9 milion euro për 48 muaj. Procedura që ishte hapur me datë 6 mars të këtij viti është në fazë vlerësimi dhe nuk dihen kompanitë ofertuese në tender. Kjo procedurë është një vit me vonesë për shkak të një sage përplasjesh mes RTS-s dhe kompanive që dhanë ofertat e tyre. Rreth një vit më parë, më 3 mars të vitit 2025, Drejtoria e Përgjithshme e RTS-s shpalli procedurën e hapur me të njëjtin fond limit. Në atë garë morën pjesë operatorët ekonomik TBS 96, RNT, Ideal Tel. Pasi shqyrtoi ofertat, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në RTS skualifikoi nga gara të gjithë kompanitë dhe përrjedhoi anulloi procedurën. Vendimi i RTS-s u ankimua në Komisionin e Prokurimeve Publike nga RNT dhe Ideatel. Pasi shqyrtoi ankimimin me vendimin numër 924 fraksion 2025 të datës 21/7/2025, KPP pranoi ankimimin e kompanisë RNT dhe hedh poshtë pretendimin e kompanisë Ideatel, duke urdhëruar RTS-n që autoriteti kontraktor të anulloj vendimin e KVO-s mbi skualifikimin e operatorit ekonomik RNT SHPK dhe të korrigjoj shkeljet e konstatuar si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik, duke shpallur praktikisht fitues kompaninë RNT. Megjithse KPP i dha të drejtë kompanisë RNT dhe RTS rivlerëson procedurën duke kualifikuar këtë kompani dhe shpall fitues, vetë kompania RNT dështon në dorëzimin e dokumentacionit fizik të plot sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik, pasi nuk dorëzon ekstraktin e pronarit përfitues dhe dëshminë e penalitetit për vetë kompaninë si person juridik. Dhe sërish kemi një betejë pasi RTS e skualifikon për herë të dytë dhe përrjedhoi, anullon procedurën, por kompania RNT sërish ankimon vendimin e RTS-s. Por këtë radhë, KPP me vendimin numër 1487 fraksion 2025 të datës 21/10/2025 vendos që të pranoj pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik RNT, por praktikisht jep të drejtë RTS-s për vendimin e saj për skualifikimin e operatorit. Nuk dihet nëse RNT ka marrë pjesë si operator ekonomik ofertues në garën e mbyllur së fundmi, por pritet që gara këtë vit të jetë shumë interesante, duke ditur që pronari i kësaj kompanie është zoti Renis Tërshana, një nga biznesmenët e suksesshëm të Shqipërisë dhe njëkohësisht një nga aksionerët kryesor të Bankës Credins.